Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi tashmë me videon e radhës. Para disa javësh na ra në vesh dhe u përballëm me një histori të një vajzës palestineze e cila kishte ardhur të jetonte në Shqipëri me babain e saj. Në banesën ku ato qëndronin, për një periudhë të gjatë, pronarja e asaj banese nuk e kishte parë këtë vajzën që të lëvizën apo të duket në përlagje dhe automatikisht dyshimet ishin ngritur se çfarë po ndodh. Në një kontroll të vogël që kanë bërë, kanë zbuluar që vajza ishte e vrarë në banesën në të cilën jetonte me babain e saj, por babai i saj nuk ndodhej. Është zbuluar e vërteta cila ishte arsyeja e vajzës 24 vjeçare që u vra në Tiranë me origjinë nga Palestina, e martuar në Liban, së bashku me babain e saj dhe nënën e saj kishte jetuar në Gjermani. Nga informacionet që policia e Shqipërisë kishte arritur që t'i merë në bashkëpunim me policinë gjermane, ka arritur të kupton në deklaratën e dhënë nga nëna e saj se vajza e saj është kërcënuar nga një grup djemsh të cilëve kjo vajzë u ka dërguar një fotografi nudo. Dhe më pas, nëna e saj ka qenë e detyruar që t'u jap lek këtyre çunave non-stop nga kërcënimi që ja kanë bërë. Dhe duke vazhduar dhe më pas, që në këtë rast vajza ka ikur me të atin në Shqipëri dhe babai i saj nuk e ka ditur këtë sekretin. Në momentin që babai i saj e ka kuptuar këtë të vërtetën, automatikisht e ka zhdukur nga jeta të bien e tij. Të paktën këto ishin dyshimet e para, tashmë unë do t'ju sjell një verdikt përfundimtar se si është vrarë 24 vjeçaria dhe cilat kanë qenë arsyet e vrasjes së saj. Rayan Alwan dhe familja e saj palestineze e përbër nga 4 antar, babai Fadi, nëna Rania dhe vëllai jetonin në Liban në kushte shumë të vështira ekonomike. Në vitin 2018, në moshën 16 vjeçare, Rayan u martua nga familja me një burr që ja kishte gjetur nëna e saj dhe e kishte detyruar të martohej, edhe pse Rayan nuk ishte dakord. Në moshën 17 vjeçare, Rayan u bë nën për herë të parë, ku lindi një djalë. Rayan kishte një bashkëshort agresiv dhe tepër të dhunshëm, i cili dhunonte dhe abuzonte me të sistematikisht. Rayan kishte tentuar të ndahej, por nëna dhe babai nuk e lejonin. Mes dhunës dhe terrorit, në moshën 21 vjeçare, Rayan bëhet sërish nën dhe fëmia lind fëmijën e dytë, e cila ishte vajzë. Dhuna dhe abuzimi nga bashkëshorti vijonte sërish, por traumën më të madhe Rayan e pësoi kur zbuloi se nëna e saj kishte një lidhje intime me bashkëshortin e saj dhunues. Ktu nisën sërish konfliktet mes saj dhe nënës, e cila e mbante nën presion që mos të tregonte të vërtetën, por Rayan vendosi të divorcojë. Bashkëshorti nuk e pranoi, por ai u lërgua nga shtëpia dhe jetoi vetëm në Liban. Sipas ligjit të Libanit, rregulli ishte që fëmijët do të qëndronin me ish bashkëshortin e Rayanit. Kjo është një lloj deklarate që është bërë publike nga gazetari Igli Çelmeta, i cili ka treguar detajet për këtë ngjarje, por mbi të gjitha, domethënë, tani që është edhe më e keqja në këtë rast, sepse po mundohem që të gjej detaje më shumë për këtë ngjarje, që është më e keqja në këtë rast, domethënë, që Rayani duhej të vazhdonte jetën sepse ashtu i pëlqente nënës së saj. Në vitin 2023, nëna e saj, Raina Matar,
së bashku me vëllain e Ryan, largohen nga Libani dhe shkojnë si azilantë në Gjermani, ndërsa Ryan vijonte të qëndronte në Liban, e vetme. Po ashtu edhe babai i saj. Nëna gjatë kësaj kohe kishte krijuar lidhje të dyshimta në Gjermani dhe dyshohet se punonte si punonjëse seksi. Në vitin 2024, edhe Ryan edhe babai i saj largohen nga Libani për të shkuar në Gjermani tek nëna dhe tek vllau i saj. Për shkak të kushteve të këqija të jetesës në Liban, ajo vendosi të largohej me shpresën se gjërat do të ishin ndryshe diku tjetër. Ajo udhtoi në Turqi me baban dhe më pas në Greqi ku qëndruan rreth 6 muaj dhe ku mori lejen e qëndrimit atje, më pas u bashkua me nënën e saj në Gjermani në muajt e parë të vitit 2024. Në Gjermani qëndronin me pasaportën greke. Ryan filloi një jetë të re dhe jetonte e vetme në një kamp refugjatësh në Gjermani, ndërsa nëna dhe babai jetonin bashk dhe jo me vajzën e tyre. Ryan filloi punë si kamarierë në një restorant që e kishin disa arabë në Berlin. Ajo punonte për arabët sepse nuk dinte gjuhën. Ryan fitonte rreth 50 euro në ditë, por jetesa për të ishte e vështirë, pasi parat që fitonte nga puna ia merrte nëna edhe babai. Rinisën sërish konfliktet e saj me nënën. Konfliktet me familjen u shtuan edhe më shumë, kur Ryan u dashurua me një djalë të varfër nga Libani, i cili punonte në një supermarket pranë restorantit ku punonte 24 vjeçarja në Gjermani. Nëna dhe babai nuk ishin dakord me lidhjen e vajzës së tyre, sepse djali që ajo dashuronte ishte i varfër. Ryan njohu shoqe dhe shok në Gjermani, të cilët i qëndruan asaj afër. Drama e 24 vjeçares palestineze vijoi kur zbuloi që nëna e saj kishte punuar si punonjëse seksi. Fakt të cilin babai i saj nuk e kishte zbuluar dhe nuk e besonte dot. Nisi një periudhë dhune ndaj Ryan nga familja e saj, ku babai i shtyr nga nëna filloi të godiste vajzën e tij. Ryan dhe miqtë të saj e bën kallëzimin në polici në shtator të vitit 2024. Babai e godiste sepse sipas shoqërisë së saj, babai dhe nëna pretendonin se ajo dilte shumë dhe donte një djalë të varfër, por familja donte që ajo të punonte dhe t'u jepte para atyre. Nëna donte që Ryan të lidhej me një person të pasur që të siguronte të ardhura gjithë familjes. Pas kësaj situate dhune, Ryan fillimisht e ka ndaluar baban që të afrohet me të, por pas disa ditësh, ai i ka kërkuar asaj falje. Meqense donte baban e saj, ajo e fali atë, por nga ky moment, nëna bllokoi çdo lëvizje të Ryan duke i marrë pasaportën 24 vjeçares, e cila nuk bante asnjë dokument me vete, sepse ja kishte marrë nëna e saj. Po ashtu edhe parat. E vetmja gjë që Ryan bante me vete ishte celulari i saj dhe një foto e 2 fëmijëve të saj. Këtë foto Ryan e mbante pranë saj gjithmonë, kudo që ishte, me shpresën se një ditë do të bashkohej me 2 fëmijët e saj. Kohët e fundit, Ryan po kërcënonte nënën e saj se do të shkonte në polici nëse nuk do t'i jepte pasaportën dhe do t'i tregonte tatit gjithçka që ajo kishte bërë. Miqtë e Ryan thonë se babai Ryan kishte frikë nga nëna e saj, Rania Matar, dhe ajo kishte kontrollin mbi të. Nëna nuk ja jepte pasaportën sepse Ryan mund të largohej. E mbajti peng vajzën e saj derisa thuri edhe planin për eliminimin e saj. Shoqëria e Ryan në Gjermani thonë se ajo u vra me kërkesë të nënës së saj, Rania Matar, për t'i mbyllur gojën për veprimet imorale të saj. Rania Matar bindi bashkëshortin e saj se ekzistonte një video ku Ryan ishte në momente intime dhe se personat që e kishin bërë videon kishin shantazhuar
nënën e Ryan. Gjithçka ishte e stisur nga nëna derisa bindi Fadi Alwan që të vrisnin vajzën e tyre. Ryan donte lirinë si çdo vajzë tjetër dhe jetonte vetëm në një stre refugjatësh. Ajo nuk ju bindi urdhrave të nënës së saj, prandaj ajo e bindi atë që ta largonte dhe të shkonte në kampin në Liban. Sipas ligjit libanez, ushtria libaneze nuk mund të hyjë në kampet e refugjatëve palestinez, duke lejuar atë të jetojë paqësisht atje pa asnjë problem. Dhe Ryan besoi se do ta dërgonin në Liban për të parë fëmijët e saj. Por ata kishin një plan krejtësisht tjetër, ta hiqnin qafe. Ryan donte vetëm të kthehej në Liban dhe te fëmijët e saj. Ajo nuk donte të qëndronte këtu. Ajo nuk mund të përshtatej për të qenë larg fëmijëve të saj. Nuk mund të jetonte këtu dhe nuk dinte gjuhën, shprehen miqtë e Ryan në Gjermani. Pasaportën, të cilën i ambante peng dhe letra false kosovare, nëna i dha edhe babait të Ryan dhe i thanë asaj që do të shkonin tranzit nga Shqipëria për të shkuar në Liban. Ryan ka një pasaport greke, por nuk mund të udhtojë nga Gjermania sepse nuk ka leje qëndrimi gjermane, por vetëm status azili. Ndërkohë që Shqipërinë, nëna dhe jati e kishin planifikuar si vendin ku do të kryhej vrasja e vajzës së tyre. Pyetja që bëjmë të gjithë është pse vendosën ta eliminonin vajzën e tyre në Shqipëri. Miqtë të Ryan dyshojnë se nëna e saj nëpërmjet punëve të pista në Gjermani mund të ketë krijuar njohje me shtetas nga Shqipëria apo Kosova, të cilët mund t'i kenë sugjeruar vendin e Shqipërisë si vendin perfekt për të kryer një krim dhe për t'i shpëtuar. Një detaj ishin edhe dokumentat false kosovare që kishin me vete Fadi Alwan dhe Ryan, që sipas shoqërisë 24 vjeçares i kishte siguruar nëna, Rania Matar. Ryan i besoi prindërve të saj dhe u nis me baban me shpresën që do të shkonte në Liban te fëmijët e saj. Kontakti i saj i fundit ishte i dashuri i saj libanez në Gjermani, me të cilin komunikoi për herë të fundit teksa ajo ishte në aeroport. Më datë 19 shkurt, i dashuri shkrua në WhatsApp Ryan se ishte shumë i shqetësuar për të, pasi një ditë më parë ajo nuk i ishte përgjigjur. Ryan i thot se është në aeroport dhe se po ikën në Liban. Ajo i thot se një ditë më parë nuk mund t'i shkruante sepse nëna e saj donte që ajo të largohej dhe ajo nuk mund të flasë me të. I thot që të ketë kujdes. Ky ishte komunikimi i fundit i Ryan dhe që aty ajo humbi çdo gjurmë me shoqërinë e saj, që prej datës 19 shkurt deri më 29 mars, shoqëria e saj nuk dinin asnjë gjë për Ryan. Nëna dhe babai kishin planifikuar gjithçka me detaje për të kryer krimin makabër të vrasjes së vajzës së tyre. Babai pas krimit u largua nga Shqipëria dhe përfundoi në Liban, ndërsa nëna vijon zbatimin e planit për të fshehur të vërtetën. Ajo fiku numrin e saj dhe mbylli çdo kontakt pasi doli lajmi në mediat shqiptare se vajza e saj është vrarë në Shqipëri dhe policia shqiptare kontaktoi atë gjermane dhe lajmëruan nënën, që aty ajo u zhduk përveç se kësaj vijoi deri në fund planin djallëzor, duke përhapur lajmin në Liban se vajza e saj kishte vdekur në një aksident në Gjermani më datën 29 mars, është publikuar në mediat libaneze. Lajmi njofton ndarjen nga jeta e tëres Ryan Fadi Alwan si pasojë një aksidenti në Gjermani. Aty thuhet se ajo do të varoset në Liban. Lajmi gjithashtu përmend se një tubim ngushëllimi për gratë do të mbahet në kampin Nar Hal Baret të shtunën më 29 mars të vitit 2025. E gjitha kjo e stisur nga nëna e Ryan. Miqtë e Ryan filluan të kërkojnë në faqet e internetit derisa gjetën raportin e policisë shqiptare për ngjarjen. Fakti që nëna dhe familja e Ryan nuk tërheqin trupin e saj
për ta varrosur, vërtetojnë se krimi u krye në bashkëpunim nga nëna dhe babai. Ajo po ja fsheh krimin të gjithëve, por ne kemi zbuluar të vërtetën, thjesht duam që të gjithë të dinë se nëna dhe babai i saj ishin ata që e vranë të bijën e tyre. Ne duam vetëm trupin e saj që ta varrosim ne, shprehen shoqëria Ryan në Gjermani. Kjo është historia tronditse me fund makabër e 24 vjeçares palestineze, e cila u vra nga 2 prindërit e saj, duke lënë pas 2 fëmijë 7 edhe 3 vjeçar. Ryan u vra nga nëna dhe babai i saj pas një plani ku nëna Ryan mundoheshte që atë gjën të cilën e kishte bërë vetë, duke punuar në një vend ku nëna e saj përdorej për kënaqësi seksuale, dëshironte që t'ia ngjitën vajzës së saj dhe për ta mbrojtur veten dhe mos prishën raporte me burrin e saj, ajo vrau të bijën 24 vjeçare.